Javën që lan pas, një personazh I rëndësishëm I modës vizitoi kryeqytetin tonë. E kam fjalën për presidentin e javës së modës në Milano, Mario Boselli, I cili erdhi për të vizituar disa prej kreacioneve të 4 dizenjatorëve tanë, të cilët janë shumë të ndryshëm në stil. Bëhet fjalë për Valdrin Sahitin, Krenari Rugova, Blerina Klokoqi Rugova dhe Flutra Dedinja. Si shkoi kjo mbrëmje? Çfarë u tha aty? Ky takim u arrit pas disa muajsh me ndikimin e ambasadores kosovare në Rom Bukurie Xhambalaj. Edhe ajo do të jetë prezente në materialin e vazhdim, e cila do të na tregojë më shumë se si erdhi deri aty. E ndjekim bashkë materialin e Vlorian Halilit. Pesh në hap me modën është dëshirë që të dukesh mirë, por të krijosh modë duhet të kesh prirje të veçantë dhe të tjerëve të ju ngjallësh ndjenjen që të ndjekin pas. Moda është ajo që sjell stilet në veshje nga krijimet më të reja të dizenjatorëve të tekstilet. Fashion në përgjithësi do të thotë veshja, duke përfshirë studimin e saj. Moda vlen për dy gjeni, por tek femrat guximi për të provuar të rejat është më I madh. Pa hezitim mund të themi që ne si popull jemi në hap me të bukuran, stilin dhe dim si çka është mirë, gjithmonë brenda kornizave të standardeve të jetesës. Moda nga dizajnerët e Kosovës nga vitet e 2000 ka evoluar dukshëm për të mirë. Kemi krijuar brendet Made in Kosova dhe për këtë duhet të falenderohemi tek dizajnerët tanë që punuan pa ndërprer për treguar që edhe në këtë fushë jemi të aftë. E për ta bërë të ditur këtë në formën më të mirë javës që lan pas kishim një mysafir të rëndësishëm I cili po vinte për herë të parë në kryeqytet, as më pak e as më shumë sesa presidenti I javës së modës të Milanos, Mario Boselli, I cili u ftua nga ambasadorja e Kosovës në Rom Bukurie Xhambalaj. Presidenti I pranishëm me gjithë këshilltarët e tij të modës, bashkëshortën dhe mikpritësin nga Kosova po shijonte disa nga fustanët që u zgjodhen për t'u ekspozuar nga 4 dizenjatorët tanë me komplet 4 stile të ndryshme. Jam I lumtur që e ka marrë ftesën dhe jam për herë të parë në Prishtinë që t'i shoh 4 kreacionet e 4 stilezëve të rinj dhe shumë të zëtë. Mario përveç Milano Fashion Week e shet të rëndësishme pjesëmarrjen e dizajnerëve tanë edhe në javën e modës në Dubai. Atyre ju propozova jo Milanon, por Dubajin si një mundësi shumë e mirë për të treguar veten. Derisa sjellja e Marios në Prishtinë ishte çështje muajsh, ky hap I guximshëm I ambasadorës Xhambalaj në bashkëpunim me ambasadën italiane në Kosovë beson të jetë një oportunitet I madh për kreatorët tanë. Ka qenë eksperiencë vërtet e paharrueshme, po vjen mirë që të katërt të gjendë bashkë, po vjen mirë që rinia kosovare na zbardh fytyrën, ashtu si e thash edhe më ne më thon njerëzve në Itali çka do, po kur e shohin ata dhe bindin që çka do të e kupton, është e vërtet, atëherë mu vetëm jo që më shtohet në burja, krenaria, po edhe titulli jam merr një peshë ma konkrete. E dizenjatorët tanë si e shohin prezencën e një njeriu me kaq influencë në botën e modës botërore. Predispozitat për me pas të suksesit ma që t'jeshme edhe më globale sa brenda vendit tonë, do më tonë janë në kësi forma me kësi lloj njerëz dhe me kësi lloj lidhje. Shumë e rëndësishme se thjesht është një profesionist I cili vjen me na vlerësu edhe në një farë mënyre me na ndihmu apo me na vlerësu se jemi edhe për tregun e jashtëm. Këto vizita apo këto kontakte, networking që mundet me çu produktin kosovar deri jashtë. Kështu që janë të rëndësishme. Esenca ka qenë që më tuat për presidenti I Milano Fashion Weekut për neve, dizajnerat është privilegj dhe nderë. Asnjë moment nuk mundna me mendu sikur si komerciale për neve ose ndryshe. Vetëm prezenca e tina mjafton. Valdrin Sahiti është I njohur për glamurin, elegancën dhe unikën që sjell në veshjet e tij. Është I veçantë në punën që bën për këtë arsye edhe një nga më të njohurit për profesionin që ka. Ai para Bosellit u paraqit me fustane që nuk u pan deri më sot. Kjo që po e shihni është një pjesë e koleksionit tim të ri që do të prezantohet brenda muajit mars. Blerina Klokoqi Rugova ditë shpërthej me ngjyrat veçanta mbi vezullimat e gurëve të qepur në formë mbi materialet e buta, duke karakterizuar veten me stilet origjinale të aristokratëve austriak. Unë jam prezentuar me From Pristina with Love, parën të thot, me botanikën,
edhe me madhështonën, me 3 koleksionet. Esenca ka qenë se kom dash me 3 koleksionet ndryshe, kom dash me tregu mënyrën e punës tem dhe të qysh prej fillimit deri tash. Dhe pse madhështoria është koleksioni i dytë, po kom dash me shkunqat e top. Fluturat e dinjat veçant ka premjen dhe qepin e rrobave, me shumë finezë dhe precizitet, duke ndërlidhur modernën me linja strikte të shkrira mbi tradicionale. Në moment kur na kanë thonë që ka ardhe me na vizitu dhe na duhet me prezentu vetën që është mas miri. Unë po mendu, thash, okej, cili ka qenë koleksioni e ma i mirë dhe që unë jom një rahat. Jom këthy të koleksioni parë që kom prezentu, si cili ka qenë Butterfly Effect dhe ka pas motive kombëtare. Krenare Rugova është ajo dizenjatorja jonë që sjell gjithmonë veten me stile të reja, kombinim të materialeve ngjyrave kryesisht të buta vërsyre. Koleksionet e saj të mëpashme ishin karakterizuar me të bardhën, të zezën dhe të kaltërtën. Kësaj radhe doli më ndryshe. Veçin se unë kisha diçka që veç jam ty e prodhu edhe ty e mendu për treg jashtëm. Erdha në konkludim që kjo kishte me qenë ma e mira, krimi i qëti koleksionit me pëlhurën apo tekstilin, materialin të cilin e prodhoj vetë, e prodhoj në Kosovë. Me shije të lartë dhe unike, pritën e porcollën presidentin e Milano Fashion Week. Shpresojmë t'ja kenë lënë ëmbël e ta gjejnë veten të pranishëm me koleksionet e tyre në kryeqytetet e bizneseve të modës.